Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar televizionist, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe mirë se vini në takimin më të ri me programin në hijen e Ramazanit. Kësaj radhe kemi zgjedhur një temë e cila ka të bëjë tërësisht me Ramazanin, pra Ramazani, muaji i ndodhive apo ndryshe ndodhit në muajin e madhënishëm Ramazan. Atëherë kemi ftuar në studio profesor Dr. Farush Regjepin, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, i cili do të na flet në detaje lidhur me ngjarjet apo ndodhit më të rëndësishme në muajin Ramazan. Në radhë parë profesorit i shpreh mirëseardhje. Mirë se erdhën në emision. Kemi kënaqësinë që jenë mesin tonë, që jenë në studio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, që na mundsoi që edhe sot të agjirojmë këtë ditë të bekuar të muajit të madhreshëm të Ramazanit. E lutim Allahun xhaleshanuhu që gjithë agjëruesit, gjithë besimtarët islam, gjithë qytetarët tanë të i shpërblej me të mirat dhe me begatit e muajit të bekuar të Ramazanit. Natyrisht se në bazë të interpretimeve kuranore, në bazë të thënieve profetike dhe në bazë të interpretimeve të dietarëve islam, muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i shumë ndodhive, është muaj i shumë ngjarjeve, pra është muaj i vlerave shumë dimenzionale, sepse pikërisht në këtë muaj, pra në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu ka fillu zbritjen e Kur'anit famlart mund shpirtin dhe në zemrën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kur'ani si libër hynor ka fillu të zbres në vitin 610. Në muajin e Ramazanit. Në muajin e Ramazanit, pra në vitin 610. Përpas asaj që e madhështon muajin e bekuar të Ramazanit, pra zbritja e Kuranit, në muajin e Ramazanit kemi edhe shumë ngjarje të rëndësishme në historinë e Islamit, pse jo edhe në historinë e njerëzimit. Po a do të ishim ndalur te Kurani, në cilën me sa të Ramazanit dhe në cilën do thotë me çfarë date ka zbritur? Po Kurani ka zbrit në natën e 27 të muajit bekuar të Ramazanit. Sipas mendimit shumicës të dietarëve islam, edhe pse ka mendime dhe interpretime nga më të ndryshmet, nga dietarët eminent islam, dhe mund të themi se pra pikërisht në këtë natë ka fillu zbritja e Kuranit, ka fillu të ndryshoj kohja dhe rrjedha e historisë së njerëzimit, ka fillu të zbres Kurani tek pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra pikërisht me fillimin e zbritjes së Kuranit ka fillu pra të ndryshoj kohja dhe rrjedha e historisë së njerëzimit. Me Kur'anin, Muhamedi alayhi salam për një kohë shumë shkurtë ka arritë të mposhtë padrejtësitë, të mposhtë konfliktet, të mposhtë gjakderdhjet, të mposhtë urrëtitjen, të mposhtë ignorancën, të mposhtë imoralitetin dhe idhujtarinë, duke promovuar natyrisht duke promovu vlerat të drejtësisë, vlerat të paqes, të sigurisë, të mirëqenies, pra duke restauruar edhe konceptin e vërtet mbi krijuesin e gjithësisë, kur kem parasysh gjendjen do thotë e arabëve në periudhën para islame, që ndërlidhet me besimin do thotë e kohët që ishte mjaft i parapur dhe prezent në mesin e arabëve
të periudhës para islam. Atëherë mund të themi se ndodhia më madhe ose ngjarja më madhështore që ndodhi në muajin Ramazan është zbritja e Kuranit. Gjithsesi që ndodhia ngjarja më e rëndësishme në historinë e njerëzimit është pra zbritja e Kuranit, i cili është ligjërim hynor, i cili është shpallje hynore, i cili është libër hynor, është kushtetut, është ligj, është sistem jete, i cili madje edhe në shekullin e 21, pas gjitha këtyre zhvillimeve teknologjike dhe shkencore, pra vazhdon të isfidoj gjitha ideologjitë, gjitha sistemet shoqërore të kohëve moderne dhe sigurisht se edhe në të ardhmen Kurani do të isfidoj gjitha këto. Nga ngjarjet ose ndodhit tjera që ndodhen në muajin e madhënishëm Ramazan, e kemi edhe luftën e Bedrit. Çka është lufta e Bedrit? Po, jo vetëm lufta e Bedrit, siç e tham edhe në fillim, por edhe shumë ngjarje të tjera e karakterizojnë muajin e bekuar të Ramazanit, edhe shumë fitore, edhe shumë suksese të muslimanëve të cilat pikërisht pra i kanë realizu, i kanë shënu muslimanët në muajin e Ramazanit. Para se me ju qas natës gjithsesht luftës së Bedrit, me që edhe ndërlidhet me natën e 17 të muajit bekuar të Ramazanit, kisha dashur të përmendje edhe disa ngjarje kalimthi që ndërlidhen edhe disa luftra, beteja të cilat ndërlidhen po ashtu me muajin e bekuar të Ramazanit. Në vitin 92 Hijri, pra në muajin e Ramazanit, muslimanët kanë deportuar në Spanjë, pastaj në vitin 534 Hijri, Salahuddin Ejupi ka udhëheq ekspeditat e fushatat luftarake kundër kryqëzatave dhe ka triumfu pra mbi kryqëzatat. Pikërisht muajin e Ramazanit. Pastaj kemi edhe luftën për shirimin e Mekës, që ka ndodhur po ashtu në muajin e bekuar të Ramazanit, pra në vitin e 8 Hijri, në natën e 20 të muajit bekuar të Ramazanit, po ashtu muaji i Ramazanit vlerësohet, konsiderohet si muaj i humanitetit, i afrimit, i pajtimit, i solidaritetit, sepse edhe dispozitat mbi sadakatul fitrin kanë zbritur pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Mirë po, gjitha këto suksese dhe gjitha këto ngjarje që i karakterizon pra muaji i bekuar Ramazanit, pra kulmi i gjitha këtyre ngjarjeve, gjitha këtyre sukseseve dhe betejave, patjetër se është lufta e Bedrit, e cila në historinë islame shënohet si lufta e madhe e Bedrit, sepse ka qenë pra një luftë vendimtare për Islamin. Lufta e Bedrit është zhvilluar në vitin e 2 Hijri, pra në muajin e Ramazanit, në natën e 17 të muajit bekuar të Ramazanit. Kjo luftë ka zgjatë një natë edhe sipas burimeve të historisë islame. Pra kjo betejë është zhvilluar në natën e 17, po në natën e gjyma të muajit bekuar të Ramazanit. Ku gjendet ky vendi Bedr? Bedri njerëz e dëgjojnë mendojnë do thotë vetëm është emërtuar ashtu, po nuk e kanë të qartë. Emrin mas pari, pra emrin Bedr, kjo hapësirë, kjo pozitë gjeografike e ka marrë për shkak të disa burimeve të cilat kanë ekzistuar në këtë vend, dhe kjo hapësirë do thotë gjendet në mes të Medinës dhe Mekës. Mendojmë se dikon rreth 150 kilometra është larg prej Medinës. Pasi e kemi fjalën për luftën, dhe faktikisht lufta ose beteja e Bedrit na vjen si rezultati i provokimeve të gjitha këtyre do thotë shkaqeve, po kur është lejuar lufta në Islam, kur di se në Islam në fillim nuk ka qenë lejuar që të luftoj muslimani. 13 vite të përhapjes të Islamit, pra të promovimit të vlerave të Islamit, kishin vazhduar në
Mekë. Gjatë kësaj periudhe muslimanët ishin ballafaqur me shumë sfida, me shumë pengesa. Reaksioni i mushrive Kurejsh ishte shumë i fuqishëm. Kishin ndodhur shumë persekutime, shumë atakime dhe sulme ndaj muslimanëve të parë, dhe jo rrallëherë pra edhe ndaj vetë figurës së personalitetit pejgamberit alayhis salam. Pra këto fushata ekspedita ishin të natyrave edhe fizike edhe psiqike, dhe për këtë arsye pra muslimanët për të hikur konfliktit në të përgjakshëm pra në vendin e shenjtë në Mekë, me urdhën e Allahut xhaleshanuhu vendosën të shpërngulën, të emigrojnë nga Meka për në Medine. Natyrisht që muslimanët kanë mund me qëndru edhe në Mekë, natyrisht që Allahu xhaleshanuhu ka mund të i ndihmojë muslimanët pra në luftë edhe në Mekë, po sipas shumë burimeve arsyeja e emigrimit ishte që spaku pra Mekja si vend i shenjtë, pra aty ku është edhe Qabja, të shpëtojnë nga provokimet, luftrat, konfliktet dhe gjakderdhja. Edhe pas emigrimit, mesazhet kërcënuese në adresë të muslimanëve nuk ndaleshin, kështu që gjitha predispozitat ishin kriju, gjitha rrethonat ishin kriju që një ditë patjetër muslimanët do të konfrontoheshin edhe fizikisht me mushrikët Kurejsh. Prandaj edhe në këtë rrethona, pra masaksisht në vitin e 2 Hijri, Allahu xhaleshanuhu lejon luftën për muslimanët në rast mbrojtje. Lufta për muslimanët tham lejohet në vitin e 2 Hijri, lejohet përmes ajetit kuranor udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wallahu ma'as sabirin. Pra u lejohet lufta atyre të cilët po sulmohen dhe të cilëve pra po ju bëhet e pa drejt, po ju bëhet zullëm. Dhe pastaj është edhe ajeti tjetër i cili po ashtu e konfirmon lejimin e luftës për muslimanët, pra u lejohet lufta atyre të cilët vetëm pse than Rabbun Allah, pra Zoti ynë është Allahu, u përzun nga shtëpitë e tyre. Në fakt, pra, kjo ndodh edhe me muslimanët e parë, të cilët u përzun në fakt nga shtëpitë e tyre dhe emigrun nga Mekja në Medine. Gjatë kësaj periudhe kemi edhe disa versete kuranore të cilat sankcionojnë rregullat, normat dhe disiplinën dhe ligjet e luftës. Kur dhe si dhe çka vendos Islami në drejtim të ligjeve të luftës apo? Këtë çështje mendojmë se shumë mirë precizon ajeti kuranor ku Allah xhaleshanuhu ka thënë: "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre të cilët ju luftojnë juve, wa la ta'tadu, dhe mos e teproni. Pra aludohet që muslimanët mos të jenë agresor apo mos të sulmojnë të parët. Dhe po ashtu ka interpretime lidhur me këtë ajet ku Allah xhaleshanuhu pra tërheq vërejtjen e muslimanëve që ata gjatë luftës, qoftë edhe me armiqet, të jenë të kujdesshëm dhe mos të bëjnë dhunime, tortura, do të thotë dhunë, persekutime, sepse siç dihet në Islam dhuna, persekutimi, terrori madje janë më të papranueshme, më të këqija se sa mbytja apo se sa lufta, sepse lufta tani veç dihet është e lejuar, edhe dihet se në cilat rrethona edhe në çfarë raste lejohet lufta. Kështu që ky ajet kuranor dhe bazuar mbështetur në këtë ajet kuranor dalin edhe dispozitat edhe rregullat edhe normat dhe ligjet që kanë të bëjnë me luftën. Natyrisht pejgamberi alayhis salam jo vetëm në luftën e Bedrit, po para çdo betejë, sepse siç e dimë pejgamberi alayhis salam vetë personalisht ka marrë pjesë në 19 lufta. Pra çdo herë para luftës, para zhvillimit të betejës, pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bërë thirrje, ka bërë ftesë për ushtrinë muslimane, për muslimanët që gjatë betejave, gjatë luftës, pra mos të dëmtojnë dhe mos të sulmojnë, mos të mbysin gra, fëmijë,
pleq, mos të rënojnë, mos të shkatrojnë kisha, sinagoga, po ashtu mos të rënojnë, mos të shkatrojnë fushën, bujqësien, të mbjellurat, dhe po ashtu mos të shkatrohen edhe objektet civile. I nderuari Hoxha Efendi, i nderuari profesor, kur folëm për Bedrin, kemi dëgjuar se Bedri natyrisht u zhvillua në mes një forcës 3 fish më të pakt se sa nga muslimanët se sa të idhujtarët. Idhujtarët ishin 3 fish më shumë. Apo ndryshe, si ishte raporti saktësisht i forcave në mes dy anëve? Raporti në fakt nuk ishte absolutisht i barabartë, në aspekti edhe njerëzor, edhe nga aspekti logjistik, edhe i armatimit natyrisht, sepse kishin atëherit armë të asaj periudhe mushrikët Kurejsh, cilat faktikisht ju mungonin muslimanët. Kështu që në aspektin njerëzor, ushtria muslimane numëronte dikon rreth 313, 14, 317 ushtar, kurse ushtria kurishite numëronte nga 950 ushtar deri në 1000 ushtar. Megjithatë, në këtë luftë pra fituan bindshëm musliman, triumfuan muslimanët, sepse lufta e muslimanëve ishte e shenjtë, morali ishte i lartë, motivet e luftës diheshin. Kjo luftë ishte luftë e drejtë, ishte luftë e vërtetë, që zhvillohej do thot kundër të pavërtetës, pra kundër ignorancës, kundër dështimit dhe idhujtarisë. Dhe kjo është një mesazh i mirë, mendoj që nëpër luftra, nëpër betejë, jo gjithherë epërsia ushtarake mund të triumfojë, por shumë me rëndësi në luftra janë edhe motivet edhe ona morale edhe motivet për cilat zhvillohet lufta, kështu që motivet edhe ona morale dhe drejtësia ishte në anën e muslimanëve, prandaj edhe muslimanët triumfuan bindshëm në luftën e Bedrit, pavarësisht pra epërsisë ushtarake. Por natyrisht që ndihma e Allahut xhaleshanuhu ishte prezente në anën e muslimanëve. Këtë dëshmon edhe ajeti kuranor, ku Allahu xhaleshanuhu ka thënë: "Wa laqad nasarakumullahu bi Bedrin", pra Allah ju ndihmoi juve në Bedr, që do thotë se kur lufta është e drejtë, aty është ndihma dhe përkraja e Allah xhaleshanuhu. Funi fundit betejat, luftrat, ushtrit në mesvete kur i bojnë, gjithherë secila palë, secila ushtri luftën e zhvillon për ta fituar. Dhe të dy palët do të thotë luftojnë për të fituar. Mirë po rezultatet dhe sukseset në luftë dhe fitoret, ato nuk mbaren shpeshherë prej ushtrive, por ato sukseset, rezultatet në luftra, në beteja, i sjell tjetër kush, pra në këtë rast Allah xhaleshanuhu i ndihmoi, i mbështeti, i përkrahoi muslimanët dhe luftën e fituan muslimanët. Kanë qenë disa zhvillime, do të thotë shumë të vështira, që janë kriju gjatë zhvillimit betejës së Bedrit, me që ushtria, siç tham, pra kurishite ishte në numër shumë fish më e madhe. Kishte edhe momente të vështira për muslimanët, saqë përpaksa edhe nuk ka skalu ndonjëherë, edhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe ai ka qenë njeri, edhe është emocionu dhe ka bërë lutje te Allah xhaleshanuhu, dhe fill pas lutjes që pejgamberi alayhis salam e bëri për mbështetje dhe për përkrajen në këtë luftë, duke u lutur dhe duke i kërkuar përkraje Allah xhaleshanuhu, pejgamberi alayhis salam kishte thonë: "O Zot, po qëse e humbim këtë betejë, pra nuk do të pason pasandej përkraja në islam, pra edhe përkraja ndaj muslimanëve." Kështu që Allah xhaleshanuhu lutjes pejgamberit alayhis salam dhe të muslimanëve dhe luftës së tyre të drejtë ju përgjigj
kur edhe dërgoi më së 1000 angjuj, të cilët pra ishin pjesëmarrës të luftës në krahun e ushtrisë muslimane dhe shpesh herë kokat e armiqve kundërshtarëve të islamit binin dhe ushtria muslimane nuk e shete dhe nuk e vrente se ka ato po bin. Atëherë po kalojmë në një ndodhi, ngjarje tjetër që ka rëndësinë vetë, ka rëndësinë veçantë që ndodhi pikërisht në muajin Ramazan. E kemi fjalë për çlirimin e Mekës. Çfarë betejë, a u zhvillua ndonjë betejë aty gjatë çlirimit të Mekës, apo arrit një çlirim paqësor, ta quajmë ashtu? Ne, sipas burimeve dhe literaturës të historisë islame, mund të argumentojmë, të konkludojmë se çlirimi i Mekës nuk është bërë me dhunë dhe me forcë, por është bërë në mënyrë krejtësisht paqësore, edhe pse gjatë rrugtimit të ushtrisë muslimane prej Medinës për në Mekë, ushtria muslimane ka hasë në disa grupe jashtë Mekës, të cilat faktikisht janë mundu me i pengu muslimanët, dhe në fakt këtu flitet pra jo për një luftë ose për një betejë, këtu flitet për rënjen e një 12 personave prej anës së mushrikëve Kurejsh, por krejt kjo ngjarje do thotë ka ndodhur gjatë rrugtimit të muslimanëve për të hyrë, për të deportuar, do thotë për ta çliruar Mekën. Në Mekë është hyrë qetësisht, në mënyrë krejtësisht paqësore, dhe dihet se mushrikët Kurejsh kanë pas panik, kanë pas frikë, kur tani pra pejgamberi alayhis salam po deportonte në vitin e 8 Hijri, pra në natën e 20 të muajit Ramazanit, në vitin e 8 Hijri, kur pejgamberi alayhis salam po deportonte në vendlindjen e vet, po rikthehej në Mekë, kurishitët janë frigu se do të ketë ndonjë hakmarrje ndaj tyre, por që në fakt nuk ka ndodhur asnjë hakmarrje, krejtësisht në mënyrë paqësore ka hyrë pejgamberi alayhis salam në Mekë dhe kurishitët pra kanë shiqu, kanë vështru deportimin dhe janë mahnit me numrin tani aq të madh të muslimanëve, kur ata kishin parasysh se në fillim të shpalljes së Kuranit, gjersa pejgamberi alayhis salam ishte në Mekë, pra numri i muslimanëve ishte shumë i kufizuar. Arsyeja e deportimit dhe të çlirimit apo të rrugtimit muslimanëve dhe të pejgamberit alayhis salam në Mekë ishte prishja e marrëveshjes së Hudejbis. Siç dihet, pra në marrëveshjen e Hudejbis është për 10 vite është ndalu lufta dhe konfliktet në mes muslimanëve dhe mushrikëve Kurejsh. Kjo marrëveshje ishte në favor të muslimanëve sepse ishin krijuar rrethona paqësore që muslimanët të punonin dhe të vepronin. Megjithatë, këtë marrëveshje e prishin mushrikët Kurejsh, kur fisi Benu Bekër me mbështetje të mushrikëve Kurejsh e sulmon fisin Huza, i cili fis ishte alat pra i muslimanëve. Dhe sipas pikave të marrëveshjeve, çdo sulm i njërit prej alatëve të dy palëve nënkuptonte edhe sulmin drejt për drejti ndaj muslimanëve apo ndaj mushrikëve Kurejsh. Natyrisht se ata të cilët nuk e besuan Zotin asnjëherë, ata faktikisht nuk e majtën besën, edhe e prishën marrëveshjen e Hudejbis, nuk e majtën pra fjalën, nuk ju përmbajtën marrëveshjes, dhe kjo çaj deri te ekspedita apo deri te përgatitja e muslimanëve për të deportuar dhe për ta çliruar Mekën. Në Mekë dihet se pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qëndru 19 ditë dhe nuk ka ndërmarrë natyrisht asnjë dhunë, asnjë presion, asnjë hakmarrje, dhe natyrisht se fitores deportimit dhe çlirimit të Mekës ju kanë gëzuar pra edhe banorët e qiellit, ju kanë gëzu pra muslimanët, sepse në këtë rast pra triumfoi ushtria muslimane, pra triumfoi pejgamberi alayhis salam, pra triumfoi e vërteta, triumfoi pejgamberi i Allahut xhaleshanu, do thotë që ishte i dërguar prej Allahut xhaleshanu, triumfuan muslimanët dhe natyrisht se ishte
një ngjarje që është shumë me rëndësi, sepse pas çlirimit të Mekës, pra edhe ato fise të cilat kurishite, të cilat ende nuk e kishin pranuar Islamin, kishin filluar që masovisht të e pranojnë Islamin dhe të kalojnë në Islam. Ju përmendet edhe ngjarjet ndodhi që kanë ndodhur më vonë nga Salaudini, e pastaj thuhet se edhe Kutusi, një komandant, i theu për herë të parë mongolat, por sido që tjetë sot në shumë vende të botës islame, për në ndodhin konflikte, cila do të ishte arsyeja dhe si mund të ndikoj ky muaj i madhënishëm që të mbizotoj paqja dhe dashuria në mes njerëzve? Edhe pse Islami është fe e paqes, edhe pse mëse 100 ajete kuranore pra flasin për paqen, dhe vetëm pak ajete kuranore flasin për luftra pra në Islam, fatkeqësisht që sot në botën islame kemi përplot zhvillime, do thotë negative, kemi përplot luftra, përplot gjakderdhje, përplot konflikte, po themi veç mas pra në botën islame. Unë mendoj që arsyeja kryesore është se muslimanët, pra në përgjithësi, bota islame, muslimanët, sot janë dhënë së tepërmi pas interesave dhe pas botës dhe pas kënaqësive materiale dhe kanë lënë anash pra interesat e muslimanëve, kanë lënë anash interesat e Islamit dhe kanë lënë anash interesat e besimtarëve të tyre. Pastaj bota islame sot ka shumë shtete, ka shumë kufe gjeografik, ka shumë ngjyra, ka shumë raca, ka shumë nacionalitete, ka shumë kombe pra, pastaj ka edhe fe të ndryshme, madje edhe përbrenda fejes islame dhe përbrenda muslimanëve ka shumë sekte, ka shumë rryma, pra fraksione, ka shumë medhhebe dhe përbrenda medhhebeve ka shumë konflikte, mosmarrveshje. Unë mendoj se edhe këto janë disa prej arsyeve që sot fatkeqësisht bota islame është në lajthitje, natyrisht duke përfshin këtu edhe faktin se një pjesë e madhe e botës islame, e veçmas e botës arabe, kanë qenë koloni të botës perëndimore, duke përfshin këtu faktin edhe tjetër tani aktual, ku ndërhyrjet, do thotë po ashtu, nga jashtë, nga bota perëndimore, janë shumë të shpeshta. Mendoj se gjithë këta janë faktor, madje edhe varfëria dhe mos zhvillimi ekonomik i botës islame janë disa prej faktorëve të cilët drejt pas drejti, në mënyrë direkte apo indirekte ndikojnë në këto zhvillime, fatkeqësisht jo të favorshme për Islamin dhe për muslimanët e botës. Atë shpresojmë që ky muaj i madhënishëm ta sjellë arsyen tek muslimanët dhe arsyeja tjetër ajo e cila do t'ju ndihmojë që të kthehen tek e vërteta dhe të vazhdojnë sikur që ka ndodhur me muslimanët e mëhershëm, që në muajin e madhënishëm kanë gëzuar, kanë arritur të korrin fitore të mëdha dhe të keni histori të lavdishme. Atëherë, nderuar profesor, pasi nuk na kanë Allah xheleshanu që spaku në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të mbretëroj paqja dhe mirëqenia për gjithë njerëzimin dhe për botën islame natyrisht. Atëherë, të nderuar televizionistë, edhe juve ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj dhe shpresojmë se keni qenë të kënaqur me të gjitha ato që morët për sonte nga profesori nderuar Farush Rexhepi, profesor doktor në Fakultetin e Studimeve Islame. E njerë faleminderit për vëmendje dhe mirë takoshim në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ndonse tepërmi pas interesave dhe pas botës dhe pas knatësive materiale dhe kanë lënë anash pra interesat e muslimanëve, kanë lënë anash interesat e islamit dhe kanë lënë anash interesat e besimtarëve të tyre. Pastaj bota islame sot ka shumë shtete, ka shumë kufe gjeografik, ka shumë ngjyra, ka shumë raca, ka shumë nacionalitete, ka shumë kombe pra, pastaj ka edhe fe të ndryshme, madje edhe përbrenda fes islame dhe përbrenda muslimanëve, ka shumë sekte, ka shumë rryma, pra fraksione, ka shumë medhhebe dhe përbrenda medhhebeve ka shumë konflikte, mosmarrveshje. Unë mendoj se edhe këto janë disa prej arsyeve që sot fatkeqësisht bota islame është në lajthitje. Bota islame është në lajthitje, natyrisht duke përfshitur edhe faktin se një pjesë e madhe e botës islame e veçmas e botës arabe kanë qenë koloni të botës perëndimore, duke përfshirë këtu faktin edhe tjetër tani aktual ku ndërhyrjet do thotë po ashtu nga jashtë, nga bota perëndimore janë shumë të shpeshta, mendoj se gjithë këta janë faktor, madje edhe varfëria dhe moszhvillimi ekonomik i botës islame janë disa prej faktorëve të cilët drejt pas drejti në mënyrë direkte apo indirekte ndikojnë në këto zhvillime, fatkeqësisht jo të favorshme për islamin dhe për muslimanët e botës. Ta sjell arsye tek muslimanët dhe arsyeja tjetër ajo cila do t'i ndihmojë që kthehen tek e vërteta dhe të vazhdojnë sikur që ka ndodhur me muslimanët e mëhershëm, në muajin e madhnishëm kanë arritur të kohën fitore të mëdha dhe të keni histori të lavdishme. Atëherë nderuar profesor, pasi nuk na kanë bërë. Lutim Allahun xhaleshanohu që spaku në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të mbretëroj paqja dhe mirëqenia për gjithë njerëzimin dhe për botën islame. Shumë për të folur, por ne në fund të emisionit ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj këtu me ne dhe për gjitha për shpalosjen e historikut të lavdishëm që kanë ndodhur gjatë muajit të madhnishëm Ramazan tek muslimanët dhe për gjitha ato rezultate që kanë arritur më herët muslimanët. Shpresojmë që edhe ardhmja të jetë e ndritshme tek muslimanët. Atëherë faleminderit shumë profesor i nderuar. Shpresoj të takohemi sërish së bashku dhe të bisedojmë më gjatë për tema të tjera. Atëherë të nderuar televizionistë, edhe ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj dhe shpresojmë se keni qenë të kënaqur me të gjitha ato që mori përsonte nga profesori i nderuar Faruq Xhepi, profesor doktor në Fakultetin e Studimeve Islame. Një herë faleminderit për vëmendje dhe mirë takohemi në takimin e ardhshëm. Deri atëherë ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.